të gjithëve të dashur miq, mirë se erdhët. Vila 24 ka nisur edhe për sot në këtë ditë të martë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Ditë të mbarë. Faleminderit gjithashtu edhe për ty. Mirëmëngjes dhe ju të dashur Anvisa. Ju urojmë një ditë bukur dhe juftojmë tot e këndi ynë i gatimit për të parë receta që do përcjellin për juve sot. Çfarë do të përgatisim ne sot? Sot do të përgatisim kungujt të mbushur, të cilat do t'i bëjmë me një salcë verore. Salcë verore themi ne, se nuk do t'i bëjmë me bechamel, do t'i bëjmë me kos edhe me vezë, edhe me pak djathë si për. Pra një salcë të lehtë për të shoqëruar kungujt, që kungujt janë perime, të cilat si ushqim është një ushqim i lehtë. Por, faktikisht, te kungujt kanë vlera ushqimore. Se kemi thënë që kungujt nuk kanë vlera ushqimore, studimet e reja kanë bërë dhe kanë thënë që dhe kungujt kanë vlera ushqimore. Janë më të lehta dhe kanë një sasi ujë më të lartë, janë tipike për sezonin e verës, na hidratojnë, nuk na rëndojnë, pra në temperatura të larta apo ta vësh rekat i ke parasysh që njerëzit fillojnë edhe vuajnë pak nga ai oreksi në kuptimin që duke sikur asgjë nuk to hahet, ke nevojë për diçka të lehtë. Sigurisht, mënyra se si neve do t'i sjellim kungujt sot është një recetë e lehtë, një recetë e shëndetshme, por nuk do të ndalojmë këtu, sepse do të bëjmë dhe një tarator, për një tarator ndryshe me kastraveca, do të shikoni se sa i mirë dhe sa i shishëm që bëhet. Ka ardhur brumi. Brumi jo ka ardhur, po. Te ardhur, por shket, po. Sa bukur që ka bërë dhe i bukur, më mirë, brumi bukur. Ka hapur dhe ato poret e tia kështu, është beart tani Anila, edhe vjen shumë shpejt. Brumi kështu që bëni këto pite, pageta, themon të cilat do t'i mbushëm me gjizë, me djathra, me erza që është majdanoz kopër energjik, krip piper brenda, pak vaj, dhe me thënë duke përzira atë. Unë që është e vërteta kisha pak spec të kuqe edhe nga kuj spec i verdi, ja shtova brenda, sepse mirë i bën, shije i jep, vlera ushqimore jep, e bë dhe më të plot. Pra bëjnë si ato bukë që i meri me vete në udhëtime, në plazhe, ku doj që të shkoni. Filloj me njëherë me recetën e parë, që do të thotë, unë kam vendosur këtu tiganin që ta kem të nxehtë dhe do të shtoj këtu me njëherë mishin e grirë. Duke hedhur përbërësit, do të themi edhe çfarë do të na duhen për të përgatitur këtë recetë. E filloj me mishin e grirë, dua të më thekërohet dhe të lëshoj këtë aromën e mirë. Edhe më mbrapa pastaj do të shtojmë me radhë qepën, karotën, erzat që kam këtu, domaten që një kam të kthyer në pure dhe tjetrën e kam në kubik të vegjë, dhe këto erzat që do t'i themi pak më vonë. Por, më duhet që të vendosë kungujt, të cilët këta i prisni në këtë mënyrë, dhe do t'i vendosni në furr, fillimisht. Që do të thotë, si që kemi pjesën e kungullit, bëjmë këtë prerjen kështu, edhe e bëjmë edhe në këtë mënyrë. Dhe kjo bëhet me qëllim që pjesa e tullit të kungullit të zbutet, dhe në momenti që bëjmë këtë salcën gati, do t'ja vendosim duke i shtypur fillimisht pjesën e kungujve për të mbushur. Të njëjtën gjë që bëjmë edhe me patlıxhanet, apo jo, kur bëjmë tani, recetat të ngjashme. do i hedhim pak krip, kripa i zbut, do t'i hedhim edhe pak piper të zi, edhe do t'i vendosim në furr duke shtuar edhe pak vaj. Edhe në furrën të ndezur, dhe do t'a lëmë sa të na bëhet salca gati. I vendosim në furr. I vendosim në furr dhe vijojmë më pas me recetën. Recetat të cilat ende si kemi lexuar, por shumë shpejt do t'i shfaqim atje, nëse është momenti tani, pse jo të mos i lexojmë që në fillim, sepse kemi nisur nga gatimi i recetës kungulleshka të mbushura me mish të grirë dhe salcë kosi, dhe për këtë recetë do të na duhen 6-8 kungulleshka mesatare, sigurisht varet për sa persona jeni duke gatuar, do të na duhen 400-500 gram mish i grirë ose mish i prerë në kubik të vegjël, një kokër qep, një thelp i hudhër, një karot, 2 domate, një gjethe dafi, një shkop kanell, ose 4-5 kokra bahar. Pra kemi alternativat të ndryshme të erzave që ju mund t'i zgjidhni t'i përdorni sipas shijes së dëshirës suaj, duke mos lënë më njanë edhe erzat e freskëta si që është majdanozi. E më pas, një godverë ose një teke konjak, 2 filxhan çaj kos, 1-2 vezë, ar moskat, 100 gram djathë kaçkavall, e sigurisht që kripa edhe piperi të pandashme në pjesën më të madhe të recetave.
Do të bëjmë sot bageta të mbushura me gjizë dhe djathë. Brumin që na ka ardhur tashmë e kemi përgatitur me 5 filxhan çaj miell, 2.5 filxhan çaj ujë, 1 lugë çaj maja, 1 lugë kafe me krip. Mbushjen ne do ta bëjmë me gjysmë filxhan çaj me kos, 350 gram gjizë, 150 gram djathë, majdanoz, kopër energjik, vaj ulliri. Një tarator shoqëruesi freskët për këto ditë të nxehta të verës që ne do ta sjellim me shijen e energjikut për ta bërë akoma edhe më veror. E ndër të tjera, në të gjithë recetën e plotë nevojiten 500 gram kos, 2 kastraveca mesatar, 1 thelpi hudhër, 1 tufë energjik i freskët, vaj ulliri, krip edhe kubik akulli. Do dhe akull kjo receta, do ta bëjmë ver-ver. Po, ver-ver. Ver-ver, tamam ver. Ver-ver, Sistina e verës. Po, atëre të dashur, mbaruam Manila? Mbaruam. Atëre të dashur Anisa, unë kam karotën dhe do ta hedh edhe këtë hudhër brenda që të bluhet bashkë me karotën dhe do ta shtojmë tek pjesa e mishit. Shikoni mishin tani si është thekëruar dhe ka lëshuar këtë aromën e mirë. Dhe tani që të hikin këto, si thuash, pjesën e shijes që nxjerr mishi këtu në fund fare, do të hedhim qepën, ajo është zbutësi. Hedhim qepën. Tani do të hedhim edhe krip. Okej. Pra, veprimat që ne kemi shpjeguar shumë shpesh teksa gatuajmë me mish edhe me qep, mishit nuk i hedhim krip kur e kavardisim, kripa shtohet në momentin që shtojmë qepën. E ndërkohë, do të trazojmë pak dhe do shtojmë edhe karotën dhe hudhrën që e kam këtu tani për ta grirë faktikisht. I hedhim të dyja bashkë. Aromë të mirë i dha hudhra karotës. E ndjen tjetër se e ke afër. Karotë dhe hudhër bashkë. E kryem edhe këtë punë. Trazdojmë do me thënë të na thekërohet edhe pak pjesa e karotës, do të shuajmë me verë, do të shtojmë me njëherë edhe domatet. E verës? Ose konjak, varet do me thënë se qëfar... I kemi edhe në recet, teksa i lexuam të dyja alternativat, me verë ose me konjak. E lëm pak që të na avulloj alkooli. Duhem pak të... Vera do temperaturë të lartë faktikisht në momentin që hidhet, që të filloj me njëherë të bëja të rregullim, do me thëmë, për të reduktuar alkoolin dhe të mbetes shija e verës. Megjithatë, ne do t'i japim pak kohë dhe sa kjo që të na bëhet gati, le të bëjmë edhe pjesën e kosit që do të përdorim lartë, por më përpara le të hedhim dhe këto pjesët e tjera, aromatizues erzat që kemi, një gjethe dafin, një shkop kanellë ose 3-4 kokra bahar. Bahar e kemi thënë dhe herë tjetër, ka të shije ndërmjet kanellës dhe karafilit. Ku dukesh më mirë? Verin, okej. Gjajnë si kokra piperi, po janë më të mëdha. Janë më të mëdha. Tani zgjidhni o njërën o tjetërën, ose mund t'i hidhni të gjitha dhe i nxirrni pastaj, sepse ne do t'i lëm vetëm këtu te salsa, pastaj do t'i heqim. Sa të lëshojnë aromën e tyre. Kështu që unë po i hedh, e lëm edhe pak dhe do shtojmë me njëherë këtu domaten, lëngje nuk do të përdorim të tjera, vetëm thjesht lëngjet e domates, dhe do të mbulojmë me kapak në temperaturë të ullët në mesatare për të bërë, do me thënë, një 10-15 minutë që të zihet dhe pastaj do të kemi për të mbushur kungujt. Kjo është procesi i kësaj, ndërkohë që kalojmë këtu te pjesa e kosit, më duhet edhe një vezë anila, një ose 2 kokra vezë. Me qef të madh. Ashtu. Se ndërkohë kujtojmë edhe vezët më të mira që ne përdorim si pjesa më e madhe e konservatorëve shqiptar, që është pikërisht veza, o vital, dhe pas kemi paketimin e kuq, shikoni sa të freskëta janë. Edhe sa vezë të duan? Të hedhim 2 kokra se mirë i bën, dëm si bën. Tani hedhe dhe pak nga ky mix erza shumë këtu, edhe me që ashtu anila ti marrim dhe ti provojmë një nga një, edhe ti hedhim. Kam hedhur ar moskati,
Edhe shtojmë edhe këto 2 kokra vezë. Okej. Kunguj duhet piqen të plot, apo thjesht të zbuten pak? Të zbuten, Anila. Edhe thamë që përgatisim edhe kosin, kam hedhur kos, kam hedhur arë moskati, do të shtojmë vezët, do t'i trazojmë. Edhe kjo do t'jetëm, si thuash, salca, që do të përdorim lartë mbi pjesën e kungujve. Do t'i hedhë edhe pak djath këtu brënda, edhe pak djath do t'a kemi për t'a hedhur edhe sipër. Jo shumë djath, nuk ka nevoj për shumë djath. Sa për të bërë atë lidhja? Bëhet të lidhja, të marrin shien, edhe nëse su ndodhet, mos hidhni pak buk të thekur, galet, nëse nuk e keni djathin. Ajo përsëri bën atë pjesën, si thuash, mbledh kosin, bën atë koren si përfaqësore, gjë që ndihmon. Ti hedhim edhe pak vaj ulliri këtu, ose vaj të zakonshëm, por do t'isha më mirë, do me thënë, në TV vaj i ullirit, ati që të hidhni 4 ose 5 luk vaj të zakonshëm, mund të shtoni 2-3 vaj ulliri dhe jeni më mirë. Besoj e kuptoni tani se si duhet të gatuani. Tani, hedhim këtu domate, të cilën thash e kemi pure domate, edhe këshu në kubik. Sepse dua edhe të më mbaj domate, mos tjetë, do me thënë, të shkri plotësisht. Ka shumë forcë soba, po s'ka që do nga bëhet. E shoh që më zërë, po ta lëm pak më gjatë. Do ta lëm pak më gjatë që të, si thuash, zjetë edhe mishi, edhe përthithjen edhe lëngjet. Anila, të lutem, atë ka pak une asaj. Po ta jap aty? Ma bën puneve këtu. Kungulleshka të mbushura me mish të grirë dhe Faleminderit e dashur. këtë po përgatisim tani, pra mbushja është në një tigan, kungulleshkat, ato që do të përdorim në fakt i kemi në furr për të pjekur, i kemi ndarë në mes, kemi bërë një të prerë me thik të pjesës të tullit të kungujve, pra që të krijohet ajo zbutja e më pas të ketë hapësirë për të vendosur mbushjen me mish të grirë, me qep, me karota e me erza. Me që kemi Anil të vendosë edhe këtë, më falë që të ndërpreva. Jo, s'ka gjë, me atë rast tregojmë edhe një herë, pra që ky veprimi kështu bëhet që kur kungujt të piqen, të na zbutet ajo pjesa e brendshme, ti mendimën e një luge krijojmë atë hapësirën e mesit të kungullit dhe aty do të vendosim mbushjen. E kemi gati edhe atë shtresën mbyllës të tavës, me kos, me vezë, me arë muskat, me krip e me vaj ulliri. Edhe djathë të grirë kemi shtuar në. Ta vëm edhe këtë në furme që e kemi. Edhe mbushje kemi goxha, kështu që i vendosim edhe këto. Me qënë se e prem, duhet të gatuajmë. Treguam mënyrë se si pritet, prandaj edhe lam kështu. Ndërkohë tjetër gjë sot me këtë brumin që kemi, do të bëjmë bagetat, që këtë brumi pak nga pak ati ne duhet fillojmë të punojmë me të, se po t'ja u rrotulloj kështu dhe shikoni që aj shumë ka ardhur sa do fillojmë brumin tani, të bëjmë brumin sa të na bëjmë këto gati. Se është ganti, nuk kemi që presim. Tani, direkt, mund t'i shmangim ato. Okej, ja kështu, kemi kryuar pak hapësirë në mes të tryezës dhe nisim me... Do të tregojmë për bërësi, do me thënë që do të na duhen më mbrapar për pjesën e brumit. Është shumë i thjesht mënyra e përgatitis. Po, në recete pam. Po, edhe... Do me thënë sa është gramatura që ju duhet për mielin, për ujin, sa i mirë pas ka dalë. Shumë i mirë. Në thënë të drejtëm, do lakë duar. Me maja e kemi në? Me pak... Duket ishte në recet? Po. Me pak vaj, me qëllim që të shkëpusin dhe të mblidhet. Ne kur brumi krijon këto fjet, ne kuptojmë që brënda... Hojet. Po, hojet, do tjetë kështu e ndarë, e shkrifët.
Ja I brumi brioshit. E kemi gati. Okej, ta do bëjmë tani? Do të presim, se ka me hudhër atë edhe, mos ashtë. Do të presim, do të bëjmë në pageta. Anila, të lutem, nga këto gjithjet se s'kam hedhur, të hedhim mendoj unë edhe... Ku, aty të ka I tasi? Po, të tasi, dhe do hedhim edhe vaj, edhe krip, edhe do kemi në regu. Do të t'i gri kështu të imta, apo edhe gjete, po ka problem. I kam të lara unë ato. Po shë e vuri në dyshim. Ska se si të jetë. Apo leti themi ca gjëra për publikun. Po. Drejt. Ti mos thonë që I morën nga vazua dhe I vendosën. Në kujtese me shumë për këtë pjesën në higjenës. Këto sepse ndërsh dhe tjera, do t'i konsumojmë vetë. Pa tjetër. Çdo gjë që... Po I pres pak me gërshërsh. Prej. Ti shtoj si për... Po, se do të razdojnë. Ato ja, ti hedhim edhe këtë vajin. Ti hedhim edhe pak piper. Ti hedhim edhe pak skrip. A do më shumë se kaq? Jo, mirësht. Edhe tani, dalet hedhim edhe pak krip, se sa e duam e krip, sa e duam pak krip. Edhe ja kemi një luk tani këtu anil. Ta të razdojmë, edhe unë të hapë këtë pjesën e brumit. Kjo është me madhja faktikisht që mora. Mara të rullin faktikisht që të më ndihmoj. Do të ta trazoj këtë më the? Po. Faleminderit e dashur. Të lutem. Pra këtu kemi edhe kos edhe gjizë? Po. Jo, djath edhe gjizë. Djath edhe gjizë. Po, edhe një dilu kos. E pra, se më fiksuaj që e lexova në recetë dhe pa kos. Që të zbute, do me thënë, edhe. Se është hapur. Besoj jemi në rregull. Ati edhe me pak të zfare vaj. E do pak që të shkëlqej. Ashtu. Se buke gjellë është ajo tani. Po pra. Tani kemi gati për ta marrë dhe për ta mbushur. Do me thënë, hapim një Ja, pjesë të kështu. brumit. Prandaj themi si paget nga që ka këtë formën, që do ketë këtë formën. Ja, do ta shikoni, këtë mbushje e kemi shumë të mirë faktikisht. Kjo do t'i japi edhe shije. Hidhni pak mos e kurseni se zoani brum. Aja ku e kemi? Nëse s'keni shumë djath, më mishtoni gjizë. Po, kemi kos gjizë djath. Pra, 2 bulmeta bashkë t'i bashkoni, qovë gjizën Edhe me pa kos kosin, që ta qovë djathin zbusi. me kosin, po. Edhe e bëni kështu si. Këtë tani do t'a kthejmë kështu. E do t'i lëmë një shikon, bëjnë në këtë formë. Një formë tjetër. Bageta e tytë. Tani mbushjet ju mund të zgjidhni t'i bëni dhe me ndonjë gjë tjetër, ë? Po, Ne po. kemi zgjedhur një mënyrë Mund t'i hedhni me djath kashkavall nëse kanë. Çfarë të kenë, nuk është e thënë. Më mirë hapni me dorë faktikisht, se kur i hapen me dorë, nuk e ngjesh brumin. E lë, po. Rri më mirë. Eja. To janë punime dore. Kështu që edhe po su bën fix të bukura, por lezeti është, si themi, për perimet bio, edhe këto. Nuk janë të bukura. Nuk janë të bukura, po janë të shishme. Kështu që të mendoni juve shien. Lere bukurin, se ja ka falë zoti.
gati për këngën ti. S'kemi që bëjmë në animet. Shko, atje të bukur. Me bukur është ajo, më këmë bënim gjyra, shka, specat i japin. Shie ka, ashtu. Ja i kapim këtu pastaj. Edhe... E këthejmë në kraun e kunder. Edhe kemi gati për... Do t'i lëm pak të pushojnë. Ashtu. Shikot, edhe kaj këtu që rinë, ato vazhdojnë edhe vinë pra, po, e shof janë bashkuar tani me njëra tjetrën. Shikot, më mirë që... Këti nuk ka nevoj të bëjmë do një gjë, jo? E lëm të na... Ja, Anila, mundet të atrazosh një herë, të shikojmë si që kemi bërë. E ja, shkon sa lëngje ka jo? E ta shojmë. Pra ne këtu në të... Mire kemi sobën e që s'ka temperaturë të lartë. Se ja harrojmë do njerë. Të pak të nëndimon. E kam që nuk do shtojmë lëngje dhe ja, si që është... Trazoje një qika shtu gjithë. E kemi pikërish vetëm me lëngjet e tomatës së freskët të grirë dhe verën që shtuam për të shuar mishin. Aroma e kanelës edhe kokrave të baharit i ka dhënë vërtet një lezet tjetër. Dhe me këtë mbushje, ne do të bëjmë tavën me kunguj. U bën 3. U bën 3, edhe sa rrinë këtu edhe marin formën. Edhe një nazë, Ajona. Edhe një nazë? Që mos gjithën me njëra tjetër? Jo, nuk. Edhe një do vendosim. Ato e pjekim ashtu si kulaç. Se fundja ky brum buke është, paka shumë? Po. Shkon të. Brum panine buke. Panine faktikisht e kanë pak si më ndryshe, po buke. Panine. Po se të duash. Po do themu. Unë nuk e ti ndryshimin. Pa që buca duket, kam përshtypjen që tek paninja do të... Po, vërtet, bëhet shikot se sa i mi që është. Kjo do me thënë është një brum i ardhur tamam. Edhe me ndoni që kam hedhur një luk të qajt maja, nuk kam hedhur shumë. S'ka nevoj tani në verë, sepse temperaturat të larta e ndihmojnë edhe vinë shumë shpejt. Tani shtoja të gjithë. Doja hedhë të gjithën, po doja hedhë, Anila, që të talëm për panin e atë. Ato panin e do të konsumej me kungujt dhe taratorin. Me tarator, pse jo. Se do bëjmë një tarator shumë të mirë të dashur Anvisa, për andaj që ndroni me ne deri në fund. Vesh se shkëputuni në momentin që neve shkëputemi për reklamat, bëni dhe ju një pun tjetër. Okej. Pra, Kanti, ti ke respektuar këtë sasi produktesh? Masa. Okej, se doja thjesht të llogarisja pra sa bageta na dalin me 5 filxhan çaj miell, e me 2.5 filxhan çaj ujë, me një lug maja dhe një lug kafe krip. Pra me kaq, ne bëjmë 5 bageta të... Se një person e ha atë, shumë është. Në det, do të një tjetër. Mirë, okej. Për 5 persona po e quajmë. Për 5, Anila, të konsumojnë tamam, prit njerë se do duhet marrë të brumi. Mirë. Do të kemi gjithashtu edhe një tarator në pjesën e dytë kur të kthehemi. Do të bëjmë mbushjen e kungujve. Po i bëjtë gjitha këto për mbledhje, se ne besoj jemi në minutën e fundit. Nuk kemi kohë që të nxerim të ashtu kungujt? Kemi, s'kemi kohë. Po, e mira do ishte në fakt të mbushnim dhe kungujt dhe t'i kthenim në furr, që në pjesën e dytë të merremi me taratorin dhe të kemi të pjekur një nga tavat, se ndoshta me bukën nuk e dia do arrim do t'i pjekim deri në fund, po... Jo, ato s'ka nevoja një. Mirë, ne do bëjmë një mbushje dhe pastaj do të regojmë. Ja. Tu? E do dorezën? Apo? E dua. Mendova se ishte këtej. S'ke marrë. Pra, i shtypim kungujt. Të shtypim këto të dyja të para, të tregojmë për mbushjen, të hedhim edhe salcën, edhe kështu do të bëjmë për të gjitha. Okej, ashtu e bëjmë. Pra, tregojmë vetëm 2 prej kungujve që të
Të respektojmë edhe kohën e publicitetit pas pak. Mund të mbulosh Anila ato pagetat që na vinë shpejt, 10 minutë dhe pastaj ato futen në furr në temperaturë 200-220 gradë dhe i lëm për 25 minuta. Po kanë shpejt, pra në orën 10 i kemi gati në edhe ato. Gati kemi. Në pushim do t'i vendosim ato, se nuk ka nevojë që të tregojmë se si bëhen. E shikon, tu, jo, nuk ka nevojë që të kenë më tepër lëngje, se do kenë dhe lëngjet e kosit, mbushni mirë faktikisht. Tani, ato përgatitjen me kos me tani sipër. Sipër ja shtojmë. Marrim, ka lugën kjo. E bëjmë si veprim edhe tek vetëm të dy ka lugë shpiru. Kemi lugë të tjera këtu? Kemi. Faleminderit e dashur. Uf, nga nxitimi. Nga nxitimi, po s'ke fajse. Okej. Edhe pak djathë sipër. Atë njëjtën gjë do bëjmë me të gjithë kungujt dhe do t'i rikthejmë. Dhe do t'i vendosim në furr. Shumë mirë. 25 minuta do duam prapë edhe do t'i kemi gati. 25. Ja. Në këtë mënyrë do bëhen, vetëm të pastrohet kjo pjesa. Nuk ka gjë. Se i bëjmë me qetësi tani gjatë kohës që do ndjekim edhe reklamat. Mirë, do kthehemi përsëri tek ju, sepse do të përfundojmë recetat për atë që kemi nisur, edhe janë shumë të shijshme për të mos humbur edhe për të mësuar dhe për t'i gatuar edhe në shtëpitë tuaja, gjithçka pas hapësirës publicitare, vijoj me katin këtu në kuzhinë, nuk ndajemi në asnjë moment. Mos u largoni edhe ju nga News 24, pas pak ritakohemi. Mirë se u rikthyet, vazhdojmë të jemi live të Këndi Negativit në Vila 24, një mirë mëngjes tjetër për ju që zgjojeni më vonë, apo tani keni ndezur televizorin, po mendoni çfarë të bëni për drek. Po ju japim tani një ide të thjesht, shumë ekonomike, që shijon nga të gjithë, të freskët edhe verore dhe që bëhet në 5 minuta, siç është. Tarator, me energjik, me kastravesa, me hudhër, me akuj. Më thjesht s'ka ku të shkoj. Por, neve sot do të përdorim edhe pjesën e lëkurës të kastravesit. Anila, poshtë atyre pesetave kam atë... Pse i ke fshehur? E fsheva, hajde. Qëndroj aty e kjo. Serdi këtu me mua. Ani, kjo është receta e fundit, dhe ne e lam për të fundit, sepse do më pak kohë, dhe në këtë pjesë të dytë kur ne kthehemi kemi më pak minutash, por ama, nëse doni diçka më të plot, një gjell, le të themi, nga ajo që na duhet her pas here në drek, janë pikërisht ato kungujt e mbushur që ne i bëm në pjesën e parë. Pra kemi ndar kungujt në mes, i kemi dhënë një të pjekur në furr të spërkatur pakës me vaj ulliri, me krip dhe piper të zi, dhe veçmas kemi bërë një mbushje me mish të grirë, me karot, me qep, me dafin, me kanel, me erza të tjera aromatizuese dhe shumë të shijshme. Ja, t'ja u hap një çik furrën tashin, sepse ku e kemi kungujt në këtu lart. Kemi bërë 2 tava, po të dyja kanë të njëjtën mbushje, dhe pastaj mbi to kemi shtuar edhe kos, vez, vaj ulliri, krip, pra kemi krijuar një lloj bechameli të hollë në tas pa ngrohje, dhe të gjitha këto janë vendosur në furr për të shijuar pas pak. Edhe bukën e kemi bërë vetë sot, edhe paninë të pambushur, po edhe bagetat të mbushura me erza, me gjiz, me kos, me djath, me specë të kuqe, specie shil, nga ato bukët që nuk ka nevojë për asgjë tjetër, thjesht për tu përgatitur edhe për t'i parë me vete në pikniqe, në plazh, po pse jo, edhe për t'i ngrënë gjatë ditës në shtëpi. Njërës 2 prej tyre kati pas ka shtuar edhe fara susami, kështu që... Sipas dëshirës, nëse u gjendet, nëse jo, atë që nuk e pana në visat, unë faktikisht hodha pak ujë dhe pak vaj në një enë dhe i lyeva. Para se ti vendos në furr. Kështu që çfarë doni më shumë se kaq, të gjitha ja u tham, nga buka deri tek dreka kryesore e tek një tan starator shoqërues si drekës, po pse jo edhe një vakt më vete për ju që mjaftoheni me një pjatë të lehtë. Atëre, të dashur anvisa, pse i hoqëm ne këto, pasi kemi të lara mirë, madje mund t'i vendosni në një enë me pak uthull, do me thënë që t'i disinfektoni, edhe pastaj këto pjesët e lëkurës, që duhet të dini, të gjitha qoftë dhe perimet, qoftë edhe frutat, lëkura ka vlerat më të mëdha ushqimore. Kështu që mënyra neve se si mund t'i disinfektojmë, do me thënë, ti përpunojmë, tani këto, thash, në një enë me uthull, bëhen, do me thënë,
nuk ka nevoj nga asë një lloj problemi, që mundet t'i përdorim, që do të thot, këto tani, neve, do t'i vendosim në një makinë grirëse, do të hedhim kos brënda, edhe krip, t'i hedhim to një 2 thelpinj hodër, sa doni punë e hodrës juve. Po, pare sa doni të ndjene, të shione. Po, taratorit i shkon në fakt. Po, i hini edhe krip, i shtoni edhe vaj, i shtojmë edhe gjethe nene gjiku, pjesën e gjetheve jo të kërcenjve. Po, se i ka pak të ashpër në fakt nene gjiku në gjethet. Mundohuni sa më ashtu. Jedhim edhe këto. Edhe pa kos, e do t'i vendosim t'i grim. Kos të lutem Anila, kam dhe një lugë atje. Akulli nuk të duhet tani, të duhet për në pjatë. Jo, do t'i hedhim kër e vendosim në pjatë, që të freskohet pjata. Kër e servirim me copza akulli, me qëllim që kur ta konsumojmë, ta kemi të freskët. E kuptaj. Tani kosi nuk e hedhim të gjithin, hedhim një pjesë, dhe një pjesë do t'a hedhim brënda tek ena që do t'a servirim. Po. Talëm këtu, e përpunojmë. Pastaj vaj do hedhim përsëri prap aty tek në fund, kur ta kemi gati për ta serviru. I kalem në grirje. Apo ta sistemojmë pak grirësën. Në regull këtë. Edhe për pjesën, marim drasën, po edhe këtu do t'i presun. Sepse këto fetzat, marim drasën më mirë se tëk këtu. Shmangim zhërmën në pjatës. Nuk është e hishme të prite në pjatë, se pasaj... Okej. E që fare pjatës në duhet. Në regull. Që do të thotë, i presim këto tani. Kjo është e keqa që na ikin. Hedhim një pjesë poshtë. Okej. Kosin. Një pjesë nga kjo salca e pregatitur, se si një lloj salce është kjo. Ashtu. Përsëri kastraveci. Kos. E sa e bukur në gjanë kështu? Shtresa. Edhe hedhim edhe këtë salcën e mbetur. U bëgo gjanë. S'na merë pjata. Po mirë, mos e shtotë. Jo, nuk e shtotë gjithën, sepse tani këto kubikët e akullit edhe ruajnë të freskët. Ta kalojmë në ujë që të na dalim në kollaj. Po, se sa ka dalë nga frigoriferi, do pak temperaturë ambienti që të dalin ato kubikët dhe mos prishim formën. Dhe pasi të mbarojmë pjatën e taratorit, do të rilexojmë recetat dhe pastaj do të bëjmë i gati për të nxjerrë nga furra kungujt edhe bukët, që bukët mua më duken, të dyja më duken të bëra në fakt, edhe kungujt edhe bukët, po ja pas pak do i kemi këtu në tryezë dhe i shohim të gjithë. Dhe tani, prekja e fundit është bajulliri. Bajulliri dhe gjethen e gjiku. Këto Anila të bukurat sipër, që t'i vëmë në vëndet e kosit. Edhe shtë hani, jo vetëm të shikoni, por dhe të konsumoni. Fantastike. Tani po e vëmë një kështu në mes, dhe nga një të vockël kështu anash. Dekorin e bën Anila. Apo e qaj. Ka pe dhe unë gjë. Një pjata u plotësua. Të lumshin duart. Ty ka ti të lumshin duart, që sa e bukur ka dalë. Tamam verore, freskë. Po pra. Tani një sy të shpejtë të treja recetave për sot, çfarë kemi përgatitur? Dhe pas pak do të kemi këtu
Mbi banakun ton të kuzhinës, pikërisht tavën me kungulleshka të mbushura me mish të grirë dhe salt kosi. Na duhen 6-8 kungulleshka mestatare, 400-500 gram mish i grirë ose mish i prerë në kubik të vegjël. Na duhet një qep, një thelpi hudhër, një karot, 2 domate, një gjethe dafine, një shkop kanele ose 4-5 kokra bahar. Na duhet majdanoz, një got verë ose një teke konjak. Ne zjodhëm verën dhe verë të bardhë kemi përdorë në këtë rast. 2 filxhan çaj kos, një 2 vez o vital, ar moskat, 100 gram djath kaçkavall, krip edhe piper. Vijoj më tej me recetën e bagetave të mbushura me gjizë dhe djath. Receta e brumit vijon si më poshtë me 5 filxhan çaj miell, 2.5 filxhan çaj ujë, një lug çaj maja, një lug kafe krip. Për mbushjen, gjysmë filxhan çaj kos, 350 gram gjizë, 150 gram djath, majdanoz, kopër, nenexhik, vaj ulliri. Taratori, 500 gram kos, 2 kastraveca mesatar, një thelpi hudhër, një tuf nenexhik i freskët, vaj ulliri, krip kubik akulli. Mos harroni t'i mbani shënim recetat që ne kemi bërë deri më tani, nëse doni t'i rigjeni apo t'i shihni në vazhdim, gjithashtu mos harroni të klikoni në kanalet tona zyrtare. Kanali zyrtar i televizionit News 24 është pikërisht këtu, e mëtej nëse doni vetëm vilën e gjeni në kanalin zyrtar të Villa 24, e sigurisht që Balkan Web mbetet faqja jone preferuar për gjithçka, për t'u informuar, për t'u argëtuar, për qenë sa më koherent me lajmet më të fundit nga vendi e bota, mbi ngjarjet, zhvillimet më të rëndësishme, sigurisht dhe pjesa argëtuese aty ku jemi edhe ne me mëngjeset tona, si me të ftuarit ashtu edhe me recetat e ditës, me kuzhinën, me video të ilustruese, me ato që ju humbisti në transmetimet tona të drejtë për drejta nga e hëna në të premte nga ora 9 deri në orën 11. E tani, në fund të kësaj pjese, është momenti të shohim çfarë kemi bërë. Pagetat të cilat i mbushëm. To janë ile me si mbushëm. Me gjizë, me kos, me djath. Po. Ashtu. Me spec jeshile, spec të kuq, apo ishte i verdhaj, portokalli. Me speca shumë ngjyrash. Okej. Kurse ju gjenden mundet t'i hidhni. Me nenexhik të freskët. Me çfarë kishte tjetër? Majdanoz. Majdanoz? Majdanoz, kopër, çfarë të ndodhen ambisave. Tani ne duhet të largojmë më një herë sepse është koha për të kaluar ligën te Departamenti i Informacionit për të bërë një lidhje direkte, pas pak është dhe seanca plenare, kështu që kungujt i kemi këtu, bukët këtu, taratorin aty. Për më shumë mos harroni të na ndiqni në rrjetet sociale. Të lumshin duart. Faleminderit, kënaqësi e dashur, mirupafshim. Mirupafshim.